Mbretëresha e Shqipërisë, e mbiquajtura trëndafili i bardhë i Hungarisë, Geraldina Aponi, lindi në Budapest më 6 gusht 1915. Në Shqipëri vuri këmbë për herë të parë më 30 dhjetor 1937, pas marrjes së një ftese nga vajzat e familjes mbretërore. Shqipëria bëhet me mbretëresh, njoftonte shtypi botëror më 27 prill 1938 me rastin e martesës së monarkut Ahmet Zogu me konteshën hungareze Geraldinën. 101 të shtëna, këmbana kishash që kumbonin, muezin që lëshonin thirrjen nga minaret, sinjalizuan vënien e kurorës së shumë pritur. Në këtë ceremoni komplekse e Oksidentit me Orientin morën pjesë 200 të ftuar, mes të cilëve gjendeshin përfaqësues diplomatik dhe gazetar të huaj. Duke u bërë pjesë e familjes mbretërore, Geraldina 22 vjeçare nisi të ushqente një mirëdashje për vendin ku dhe do t'i sosej fryma. Një vit pas dasmës do të largohej nga Shqipëria si mbretëresh, tek nisi pushtimi italian i vendit. Së bashku me të shoqin, qëndroi në mërgim deri në vitin 2002, kur u rikthye në Shqipëri dhe mbylli syt përgjithmonë në tetor të atij viti.